shkallëzua shumë shpejt. Bravo. Një prej personave të grupit dhe më pas u largua për pak çaste drejt pjesës së shërbimit. Konflikti vjen ndërkohë që individët nga të dyja paljet lëviznin në zona të ndryshme të plazhit. Tani tregoj më tej se vata ju drejtua me vrap Ibrahim Lemua, i dorëzua pranë shezoneve. Pak sekonda më pas Chris Mendes ndërhyri duke shtyr vatën, i cili përfundoi në tokë. Pas ngritjes, vata ju drejtua Mendesit dhe mes tyre nisi një tjetër përjeshje fizike. Në këtë moment shohet se Harvey Dent u përfshi në konflikt duke goditur të riun. E gjithë situata u kthye në kaos. Një prej tyre, Sudae ndihmonte Mendesin dhe u përfshi fizikisht me vatën. Në përpjekje për t'u larguar nga konflikti, Mendes u drejtua me shpejtësi nga deti dhe hyri në ujë. Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë, ai qëndroi për pak çaste në ndet për t'u distancuar nga personat që e ndiqnin. Por edhe pasi doli nga uji, përplasja nuk ishte përfunduar. Njeriu u drejtua nga pjesa jugore e plazhit pranë zonës ku ndodheshin kamarierët. U dyshoi se u godit përsëri dhe u shty drejt ujit. Pak sekonda më vonë, Mendes doli nga deti dhe u drejtua drejt shezoneve. E sipas materialit hetimor që bazohet në pamjet e kamerave të sigurisë, ai shfaqet me rrobat e mbillosura me gjak. Do të shohim një publicitet e kthehemi pas pak me të tjerë. Bravo. Passioni avete. Che sta fare? Buona da. Olur mu hiç öyle şey? Baba, yüzüstü bırakılmaz. Hadi paylaşma. Bir şey söyleyeceğim. İş hayatı. Kim daha çok öğrenci, kim inşaatlarda hazırlıklı ona çalışacak. Müjgan, Dürdane ne veriyorsa 3'te 1 fazlası veriyor. Ne iş yok, alışveriş yok, yemek yapmak yok. Nasıl? Bak Seydi bana sesleniyor. Bak benim göğsümden çekelim. Bak benim elime. Sen bir de evdekileri gör. Allah'ım onlar da bir melekken kanatları eksik. Efendim? Size çalışmayı kabul ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ya vallahi